Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi u paraqit në SPAK për të dhënë informacione shtesë për 2 kallëzime që ka bërë në lidhje me krimet zgjedhore. I pari lidhet konkretisht me ministren e Arsimit Ogerta Manastirliu, ku akuzohet nga Partia Demokratike se ka detyruar mësues dhe nxënës të bëjnë shpërndarje të postimeve politike të ministres. Ndërsa kallëzimi i dytë lidhet me një portal që Vokshi e konsideron aplikacion patronazhimi të Partisë Socialiste. Më tej ajo tha se Partia Demokratike ka bërë në SPAK dhe prokuroritë e tjera mbi 20 kallëzime vetëm për shkelje të kodit zgjedhor. Partia Demokratike ka vepruar në mënyrë institucionale, jo vetëm ka bërë denoncime publike, mediatike për gjithë rastet e shkeljeve gjatë fushatës zgjedhore, por edhe ka bërë denoncime, qindra denoncime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka bërë dhe mbi 20 kallëzime në SPAK dhe në prokuroritë e rretheve në lidhje me shkelje të ndryshme të kodit zgjedhor, të vendimit nr. 9 të KQZ-s apo legjislacionit në fuqi. Unë u thira sot për të dhënë informacione shtesë, meqense kam firmosur si përfaqësuese e Partisë Demokratike për 2 prej kallëzimeve. Njëra ka të bëjë me rastin e keqpërdorimit të mësuesve dhe të nxënësve në sistemin e arsimit parauniversitar. Bëhet fjalë për njërin prej shkollave, Jeronim Derata, ku mësuesit detyrohen që të bëjnë share pra ndarje të postimeve politike të ministres së arsimit Ogerta Manastirliu. Dhe rasti tjetër ka të bëjë me një portal vendi.im, i cili është një tjetër aplikacion patronazhimi nga ana e Partisë Socialiste. Vetëm 5 ditë më parë, Prokuroria e Përgjithshme njoftoi se deri në datën 28 prill janë depozituar 14 kallëzime për veprat penale, pengimi i subjekteve zgjedhore, dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Ndërsa një numër më i lartë mbi 20 kallëzime për krime zgjedhore janë depozituar pranë prokurorisë së posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar.